Ka njerëz që Ulqini nuk I njeh vetëm si banor, por I mban si pjesë të vetvetes. Njerëz që nuk u përpoqën të jenë në qendër të vëmendjes, por që me punë, për kushtim dhe dashuri të heshtur, I dhanë shpirt traditës. Një I tillë ishte Kabil Mehmeti, një ulqinak I vërtet, kultivues si folklorit dhe valleve, njëri që jetoi për të ruajtur atë që Ulqini ka më të shtrenjtë. Me 22 dhjetor, ky qytet u ndal për një çast, një ndjesi boshllëku u përhap mes shesheve, shtëpive dhe zemrave të njerëzve. Nuk ishte thjesht largimi I një njeriu, por mungesa e një figure që për vite me radh kishte qenë pjesë e pandashme e jetës kulturore të Ulqinit. U ndan nga jeta Kabil Mehmeti, njeriu që I dha ritëm kujtesës son. Kabil Mehmeti e pa folklorin jo si shfaqje, por si rrëfim. Për të çdo hapvallje ishte një histori, çdo lëvizje ishte kujtesë brezave, çdo ritëm ishte zëj I të parëve tanë. Me durim dhe përkushtim të rrallë, ai kultivoi vallet burimore të Ulqinit, duke I ruajtur ato ashtu siç I kishte trashëguar tradita, të pastra, të vërteta dhe plot shpirt. Ai ishte njeri I punës së heshtur, por me ndikim të madh. Në përsalla provash, sheshe, festa dhe skena, ai u thoqi breza të rinj, duke mësuar jo vetëm hapat e valleve, por edhe respektin për traditën, disiplinën dhe krenarin për identitetin ulqinak. Për shumë të rinj, Kabili ishte më shumë se mësues, ishte udhërrëfyes, këshilltar dhe shembull. Në vallet që ai kultivoi, ndihej Ulqini I vërtet, ritmi I detit, qëndrueshmëria e tokës dhe kujtesa e një qyteti që ka ditur të ruaj veten ndër shekuj. Fal punës së tij, këto valle nuk mbetën vetëm një kujtim I së kaluarës, por vazhduan të jetojnë në të tashmen dhe të ecin drejt së ardhmes. Sot edhe pse Kabil Mehmeti nuk është më mes nesh, Ulqini ende vallëzon me hapat që ai la pas. Trashëgimia e tij jeton në çdo grup folklorik që ruan autenticitetin, në çdo sken ku vallet burimore interpretohen me zemër dhe në çdo të ri që mban gjallë dashurinë për traditën. Ky është një homazh për një njeri që nuk kërkoi famë, por la pas vlera, për një ulqinak të madh që I dha ritëm shpirtit të qytetit të tij dhe që do të mbetet për herë pjesë e kujtesës son kolektive. Nuk ka shkollaj me martu djallë, me ba dasëm. A I kemi thirë të gjithë. Papa, I kena thirë. Mishtë dëshamirt, mishtë e vajzës Shkodër, I kemi thirë gjithë. Si urdan? Po peshkatartë, a janë gati për të nisë? Janë ba gati, pa. Janë ba gati. Se darsma, ulqinake, pa peshk nuk bahet. Ja. Oh,
se ta pusni flakaresh. Ho, 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 ho. Gjoje velin, sa ta besim gara jelin. Ape velin, gjoje velin, sa ta besim gara jelin. Sa ta besim gara jelin, e ta besim në gjithvelin. Sa ta besim gara jelin, e ta besim në gjithvelin. Ho, 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 ho. Sharavanta, yaravanta, dur sharavel mosungel vesh, serta pusni flagaresh. Dur sharavel mosungel vesh, serta pusni flagaresh. Ho, 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 ho. Qilovshi, qilovshi!
Dhe kështu, edhe pse Kabili nuk është me ne, hapat e tij vazhdojnë të udhëheqin vallet e Ulqinit. Në çdo kërcim, në çdo ritëm, ndjehej pasioni dhe kujdesi i tij për traditën tonë. Ai na mësoi se folklori nuk është vetëm diçka që ruhet, por diçka që jeton, që frymon dhe që bashkon breza. Ulqini do ta mbaj gjithmonë në zemër Kabil Mehmetin, Ulqinakun që i dha shpirt valleve, që i dha zemër traditës dhe që na la një amanet të çmuar. Të ruajmë identitetin ton dhe të vallëzojmë me krenari hapat e të parëve. U preht në paqe zemra e madhe e Ulqinit, Kabil Mehmeti.